Përshëndetje, mirëmëngjesi. Si jeni, si u kam, si u grita shqiptarë Shqipërisë. Jone me kapotani në ujku në Librazit. Me 18 më hape TikToku, nuk e di së është data, sa unë i demen, po pi kafe. Ja ku e kam kafe, që shikojnë, qa kafe shpi, kapotani. Dje isha në Tiranë, isha në blok, këtë të bërë reporter. Dhe shi intervjist, edhe ka dyshi, këta 2 stacione. I takova mu ke Sheshi Skanderbej, pa hyke Sheshi Skanderbej i takova këta. Sa shktyre, thash, o gazetar, po, thash, e mujko Librazit, du t'jap intervjist. Por, më thamë, regull. Qore djel, qore, thash, unë e transmitone intervjistë, më thamë mundarë, këse kanë transmitu akoma, më gjenjetën. Tash, ju lutem, ta gjoni gjithë gazetarët. Ju gazetarët e ABC-s, që kam dalë në ujku Librazit, e mani me para 4 vjetëve, 5 vjetëve, para më burg, për shkruj. Ju bëjmë si Republike gjithëve ju në YouTube, tërve ju në Facebook, juve në TikTok, juve në Instagram, shkrujni këtyre gazetarëve, lëqojni ata 2 intervistat që ka dhënë kapotani dje ujku Librazit që ka dhënë dje në Tiranë. Se si pati tërë për ata legët dve atje të japi intervista. Për të marrë qik famë. Ju bëjmë si Republike, se nuk po shkem në Tiranë, jam Librazit, jam shpija, ku jam kë shpija. Ju bëjmë si Republike, po ju dhe shefi juve, ju shokët e mi, ju Gango, ju Alex Visha, Diamanti Blu, Kozak Braçe, gjithë ju TikTokut. Ti Sonila 386, ke hum fare Sonila, ti nusi kapotanit. Ma gjini pak atë Sonila në 386 për u dëshjepe, të kërkon kapotanit. Kalon TikTok, të shkruja të të. Oke, bëtur të zoti, a gjonë. Thuj atyre gazetarëve në TikTok, se unë më mëllë TikToku. Thuj lëqoj ata 2 vide të që ka bërë kapotani djetu ke Sheshi Skanderbej. Është kanal A2 që kebe, është edhe TV Reporter. E gjoni gjithë, TV Reporter, se mu s'mi kap të 2 stacione, këtu në Librazit. Su ne kam e të ringu në Tiranës. Edhe ju të Librazit, qunat e Librazit, gocat e Librazit, shkrujni atyre gazetarëve, a kuptan? Ta 2 stacione, TV Reporter edhe A2, këta 2 kanale ishin dje. Ky A2 ishte në blok, ishte para kryeministrisë, në rrugë madhe aty në ato stratë, unë kalova era nga bloku lartë, e gjeta rastisht aty, ishte i quni gocë. Edhe është intervjiste në 20 minuta. Ata akoma se kanë nesë, në YouTube, se kanë nesë në Instagram, se kanë shpërnda. Ju bëj sirë ju TikToku të ashtë që të njoni këtë video, edhe ju YouTube-es, shkrujni këtyre kanaleve A2-shit edhe TV Reporter, lëqojnë atë vitin që ka lëqu ujku Librazit, kapotani su. Ja ka lëqu djetë, lëqojnë su. Hidhen su, ja kuptan, hidhen në YouTube, hidhen në Instagram, Facebook. Bëjnë i virale su, ja kuptan. Argjoha 50.000 lekë në Tiranë, me shkarë dhe fsha motrën, A2-shit edhe TV Reporters. Do e takoja gazetarët ABC-s, për nuk i takova do të. Qesh ke klani dje, edhe ke klani nuk kishte njëri. Do e takoja Arjan Shanin, t'i bje intervjista, ti se më garan fama fare. Nuk e gjeta ati ke klani. Aty ato buzit i ka poshtë, do la dhe herë. Poshtë ke stacioni ato buzat, u futan Shesh Skanderbej, gjeta këta, TV Reporter. Edhe është intervjistën aty pa hynë shesh, aty ke stolat e betonit. Para kina teatrit. Ju lutem shpërndajnë e këtë video bëjnë e të madhe. Gjithë Shqipëria, gjithë, ju që mi thni ujku në Librazit, që kam dalë KBC në YouTube, unë jam kapotani. Sa më shmëll TikToku. Ju bëjmë si Republike, më shpërndajnë e këtë video. Dhe me thonë, shkrujnë atyre gazetarëve, a kuptan, A2-shit kanalit A2, edhe TV Reporter. Su lëqoj atë videon që ka bot djej kapotani, su e ujku Librazit, për ju dhe shefi, ju lutem dhe ju të Librazit, që të njoni këtë, thire, shkrujnë atyre gazetarëve.